Qeveria portugeze po ndjek rastin e 20 vjeçarit portugez i cili u vra me thik në Ksamil pas një konflikti në një lokal. Në lidhje me ngjarjen, autoritetet shqiptare kanë shoqëruar 11 persona, ndërsa si autori dyshuar është arrestuar 29 vjeçari Sokrat Vata. Vata ka dhënë deklarimet e para përpara grupit hetimor, duke paraqitur versionin e tij për mënyrën se si ndodhi ngjarja. Sipas tij, konflikti nisi fillimisht mes turistëve, të cilët dyshohet se kishin konsumuar alkool. Ai ka pretenduar se u kërkoi të qetësoheshin, por situata agravoi dhe përfundoi në përleshje fizike. 29 vjeçari ka deklaruar se thika me të cilën u godit 20 vjeçari nuk ishte e tij, por e viktimës. Ndërkohë Ministria e Jashtme e Portugalisë ka bërë të ditur se po ndjek rastin përmes ambasadës në Rom dhe konsullatës së Nderit në Tiranë, në kontakt me autoritetet shqiptare dhe familjarët e viktimës. Ministria e Punëve të Jashtme po ndjek rastin e shtetasit portugez që vdiq në Shqipëri dhe nëpërmjet ambasadës së saj në Rom dhe gjithashtu konsullatës së Nderit në Tiranë, po bashkëpunoj me autoritetet lokale, komentoi zyrtarja e cila konfirmoi për mediat se për momentin ende nuk dihet saktësisht se çfarë ka ndodhur. Ne e dim nga shtypi lokal se ka pasur arrestime, por për momentin nuk kemi ende informacion përmes rrjetit ton, shton Trindade, e cila siguron se Ministria e Punëve të Jashtme do të vazhdojë të monitorojë situatën.